Sezoni i qershive në Mallakastër ka nisur më herët, por me rendiment më të ulët, shkak sipas banorëve të Drenovës, fshati i njohur për kultivimin në masë të qershive është bërë moti i paqëndrueshëm. Në 3 vitet e fundit, sipas të dhënave të Drejtorisë së Bujqësisë në Fier, rendimenti është kurrur mesatarisht me 20% çdo vit, duke ulur të ardhurat për kultivuesit dhe rritur çmimin e qershisë në treg. Prodhimi është shumë i dobët. Fjalë në faktori kosi kapi një i ftohtë gjatë lullëzimit, edhe si që shikoni gjendja është shumë e dobët. Ne nga vitet e tjera kemi qenë shumë mirë. Kemi pas shumë mirë. Mund të ndikojë edhe faktori kohës që është ngrohur, na klima, na ngroja globale, çfarë do themi. Kam afërsisht 700 rënjë që bashkë vëllezërit, edhe vëllezërit po kanë akoma më shumë, kush 700, kush 800, jemi 4 vëllezër. Prodhimi është shumë i dobët. Fjalë në faktori kohës i kapi një i ftohtë gjatë lullëzimit, edhe si që shikoni gjendja është shumë e dobët. Ne nga vitet e tjera kemi qenë shumë mirë. Kemi pas shumë mirë. Mund të ndikojë edhe faktori kohës që është ngrohur, na klima, na ngroja globale, çfarë do themi. Vjet më tjetër, po vjet më këtë koma. Nuk ka. Po realiteti. Po qesia dofton. Atë bërë juga qesinë të po lule e zonë të mëre. Kështu qesia dofton. E dëmton ekonominë tuaj? Po tash e vetë dofton çfarë i bëjmë ata isha bën. Ai sa kemi të kemi më mirë s'ka. S'ka ka tani vani. Ai sa ke të marr. Po ti me mirë nuk është, mirë me këto si ai merr një far para, një far diçka po jo. 64.114 rënjë qershi e kultivohen në qarkun e Fierit me përqendrimin më të lartë në zonën e Mallakastrës. Nga këto 61.300 rënjë janë në prodhim, kurse pjesa tjetër janë pemë të reja. Vitin e kaluar, prodhimi ishte 1.440 tonë, ndërsa këtë vit për llogaritet më i ulët. Sezoni i vjeljes së qershive të Drenovës fillon midis fundit të prillit dhe përfundon në fillim të qershorit. Duke qenë të vetmit furnizues me qershi në këtë periudhë, banorët sigurojnë të ardhurat të konsiderueshme nga shitjet.